Aktori lart Vasili së fundmi ka komentuar situatën politike në vend duke u ndalur edhe tek zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në zgjedhjet e mbajtura, Partia Demokratike shënoi një rënje të thellë në të gjithë vendin. Gjatë fjalës së tij, polemisti Vasili tha se Partia Demokratike me Sali Berishën në krye nuk mund të ketë një rezultat fitues. Janë disa të vërteta dhe nuk e kuptoj pse populli shqiptar i harron, por PD me Sali Berishën nuk ka, tha ai. Ndërsa referua rezultatit të Partisë Socialiste, që arriti një fitore të thellë, ai theksoi se situata e opozitës do jetë po njësoj nëse nuk ndryshojnë qëndrim, ndërsa nënvizoi se nëse Berisha vijon me po të njëjtën reagim, nuk do të ketë mbështetje të qytetarëve. Kam frikë se Berisha nuk do të jetë më as në opozit, shtoi mëtej ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.